Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kurani përgjigjet, për sot do të kemi pyetjen çfarë thot Kurani për besimin, imanin. Besimi apo imani në Kuranin e Shenjtë është një sistem i plot që lidh besimin e zemrës me veprën e mirë dhe nuk është thjesht një pretendim. Sipas Kuranit, besimi është themeli i çdo vepre dhe themeli i shpëtimit, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Fjala amana, besoj, beson, me gjithë derivatet e saj, përmendet 879 herë në Kuranin e Shenjtë. Dhe kjo fjalë përfshin besimin në Allahun, besimin në engjëjt e tij, besimin në librat e tij, besimin në të dërguarit dhe profetët e tij dhe besimin në jetën tjetër. Kjo përmendje shumë e fjalës pra iman, besim në Kuran tregon qartë se besimi është një nga temat qendrore të Kuranit të Shenjtë. Besimi, sipas Kuranit, është një dritë që Allahu e hedh në zemër, e cila sjell qetësi, moral të mirë dhe përkthehet në bindje, përpjekje dhe besnikëri, duke qenë gjithmonë i shoqëruar me vepra të mira. Besimi nuk është vetëm bindje me fjalë, por përfshin besimin me zemër, pohimin me gjuhë dhe të vepruarit me gjymtyr. Imani, pra besimi, është gjendje e gjallë shpirtërore dhe jo vetëm koncept teorik. Besimi është ai që e gjallëron zemrën. Besimi është ai që e ndriçon zemrën. Besimi është ai që e mbron zemrën nga çytjet e djallit dhe nga të qiell. Në ajetin 14 të surës Hujurat, Allahu i madhruar thot Bismillahirrahmanirrahim, qalet al-a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a, inna Allaha ghafurur rahim. Beduinët thanë, ne besojmë. Thua ju nuk keni besuar, por më mirë thoni ne për ulemi, jemi dorëzuar, pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemrat tuaja. E nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të tij, nuk do t'ju paksohet asgjë për veprat e tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Sipas këtij ajeti të bekuar, besimi pra imani është gjendje e brendshme, e sinqertë dhe jo vetëm deklarat, të thuash pra unë besoj. Kurani i Shenjtë kërkon një besim të plot në Allahun, pra në tauhidin, njëshmërinë e Allahut, në engjëjt, në librat dhe profetët, nga Ademi
e deri te profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në ajetin 285 të surës Bekara, Kurani e përkufizon qartë besimin e plot dhe thot: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. I dërguari beson në atë, pra në Kuranin, që i është shpallur nga Zoti i tij, e po ashtu dhe besimtarët. Të gjithë besojnë në Allahun, engjujt e tij, librat e tij dhe të dërguarit e tij, duke thënë: ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij për të Allahut. Kurani thekson se besimi i vërtet duhet të shoqërohet me vepra. Këtu lind pyetja: a nevojitet besimi në kohën e përparimit teknologjik, që jemi në kohën e sotme? Sepse shumë njerëz i dëgjojmë që thonë besimi nuk ka fajde, nuk ka dobin. Ne duhet hesim me teknologjinë, me shkencën. Përgjigjja është po. Madje nevoja për besimin në kohën e përparimit teknologjik është më shumë se kur. Sepse teknologjia zhvillon mjetet, por nuk i jep kuptim jetës, ndërsa besimi, imani, i jep kuptim ekzistencës, i vendos kufi moral njeriu dhe e ruan njeriu nga humbje shpirtërore dhe gjithashtu e lidh njeriu me krijuesin e tij, me Allahun fuqiplot. Një botë pa besim mund të përparojë teknikisht, por rënohet moralisht dhe shpirtërisht. Pa besim, përparimi bëhet i rrezikshëm, sepse mungon drejtimi moral. Kurani i shenjtë na flet për lidhjen mes besimit dhe veprave. Kushdo që e lexon Kuranin e shenjtë do të gjejë se shumë herë përsëritet shoqërimi i besimit, imanit me bërjen e veprave të mira. Si për shembull, o ju që besoni dhe bëni vepra të mira, apo ajeti, ata që besuan dhe bën vepra të mira. Ky kombinim, pra besim, vepër e mirë, përsëritet 10 herë në Kuranin e shenjtë. Mesazhi i këtij kombinimi është shumë i qartë, se besimi pa vepra është i mangët, ndërsa veprat pa besim nuk kanë shpërblim të plotë. Një tjetër pyetje lind, cili është apo çfarë roli luan besimi në jetën e njeriut? Padyshim që besimi ka role të shumta në jetën e njeriut. Prej tyre janë: së pari, besimi e orienton njeriun drejt të vërtetës dhe drejtësisë. Ai që beson nuk e njen, nuk është i padrejt, por është njeri i drejtë. Së dyti, besimi e qetëson njeriun shpirtërisht. Në ajetin 28 të surës Ra'd thuhet: vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Me përmendjen, pra, me besimin tek Allahu, me përmendjen e Allahut, pra qetësohen zemrat. Së treti, besimi sjell siguri, siç thot ajeti 82 në surën Al-An'am. Ata që besuan dhe nuk e përzihen besimin e tyre me padrejtësi, për ta ka siguri. Si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër, inshallah. Së katërti, besimi ndalon padrejtësinë dhe nxit mirësinë dhe drejtësinë. Allahu thot në Kur'an, në surën Nahl, Allahu urdhëron për drejtësi dhe mirësi. Pra besimtari që beson në Allahun, ai pra është i drejtë dhe punë mirë. Së pesti,
besimi sjell shpresë dhe besim. Besimtari që beson në Allahun fuqiplot e shes çdo vështirësi si sprovë dhe mundësi shpërblimi dhe nuk e sheh si një ndëshkim për të. Së gjashti, ai që beson në Allahun, pra besimtari nuk dëshpërohet, as nuk gjunjëzohet, as nuk pikëllohet, edhe kur është në vështirësi. Allahu thot: "Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Me të vërtet, të dashurit e Allahut, mitë e Allahut, pra ata që besojnë sinqerisht në Allahun, ata nuk do të kenë as frikë, as nuk do të pikëllohen. Së shtati, besimi është kusht për shpëtimin dhe hyrjen në xhennet, inshallah. Allahu na bëf të gjithë për banorëve të xhennetit. Në ajetin e parë të surës Al-Mu'minun, Allahu i madhuar thot: "Qad aflaha al-mu'minun." Me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët. Në surën Al-Baqara, ajeti 25, Allahu i madhuar thot: "Ata që besuan dhe bën vepra të mira, përgëzoj me xhennetet." Në surën Nisa, ajeti 57, Allahu i madhuar thot: "Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i fusim në xhennete." Në surën Kahf, ajeti 107, Allahu i madhuar thot: "Vërtet ata që besuan dhe bën vepra të mira, do të kenë për vendpritje xhennetet e Firdausit." Dhe në surën Al-Buruj, ajeti 11, Allahu i madhuar thot: "Ata që besuan dhe bën vepra të mira, do të kenë kopshte nën të cilat rrjedhin lumej." Çfarë mrekullie, çfarë madhështie. Këtë të sjell pra besim, qetësi, siguri dhe shpëtim, si dhe hyrje në xhennet, të cilën Allahu pra ua ka premtuar besimtarëve të sinqertë dhe të devotshëm. Atyre besimtarëve të cilët e përkthejnë besimin e tyre në vepra. Atyre besimtarëve, besimi i të cilëve pasqyrohet në sjellje, në moral, në të folur dhe në veprimet. Vallë, a e pengon besimi arritjen e dijes dhe përparimin dhe qytetrimin e njeriu? Lexojmë shpesh në për artikuj apo në për rrjetet sociale se besimi e pengon njeriu në arritje e dijes dhe se besimi është pengues për përparimin dhe qytetrimin e njeriu. Përgjigjja e kësaj pyetje është jo. Përkundrazi, besimi i vërtet nuk e pengon dijen, përparimin dhe qytetrimin, por i nxit dhe i orienton ato, pra dijen dhe qytetrimin, drejt së mirës. Në perspektivën kuranore, besimi dhe dija nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, por janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kurani fton për dije dhe reflektim dhe shumë ajete. Allahu i madhuar thot: "A nuk e shikoni diellin, a nuk e shikoni krijimin e Allahut? A nuk mendoni në krijimin e Allahut?" Pra të gjitha këto ajete në formë pyetësore, ato dëshmojnë qartë se besimi nuk e ndalon dijen. Përkundrazi, pra, besimi nxit për reflektim, për meditim të thellë në krijimin e Allahut të madhruar. Kurani vazhdimisht i thret njerëzit të mendojnë, të vëzhgojnë natyrën dhe të kërkojnë të vërtetën. Dija e forcon besimin, sa më shumë që njeriu kupton krijimin dhe ligjet e universit,
aq më shumë e njeh madhështinë e krijuesit dhe aq më shumë i shtohet besimi. Besimi e orienton dijen që të përdoret për të mirën e njeriu, jo për shkatërrim dhe për padrejtësi. Historikisht, qytetërimi islam ka qenë një dëshmi e kësaj harmonie, e harmoni besim-dije. Shumë dietarë kanë qenë njëkohësisht besimtarë të devotshëm dhe kontribues në shkencë, mjekësi, matematikë e filozofi. Nuk është besimi ai që pengon përparimin, por është keqkuptimi i besimit, është fanatizmi apo padia. Besimi i drejtë nuk e mbyll mendjen, por e hap atë. Nuk e ndalon zhvillimin, por e udhëheq atë. Kur bashkohen besimi me dijen, njeriu arrin jo vetëm përparim material, por edhe ngritje morale dhe shpirtërore. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje themi se Kurani i Shenjtë e paraqet besimin si dritë për zemrën, udhërrëfyes për jetën dhe shpëtim në jetën e përtejme. Pa besim, njeriu mund të ketë gjithçka në këtë botë, por mbetet i zbrazur nga brenda. Kurani na mëson se besimi nuk është thjesht një fjalë që thuhet me gjuhë, por është një realitet i thellë që jeton në zemër dhe reflektohet në sjellje, vepra dhe në çdo aspekt të jetës. Besimi është lidhja e fortë me krijuesin, është burim drite, qetësie dhe udhëzimi që e orienton njeriu drejt së mirës dhe e largon nga e keqja. Besimi i vërtet kërkon sinqeritet, përkushtim dhe përputhje mes fjalës dhe veprës. Prandaj, çdo besimtar është i thirrur që ta forcojë besimin e tij përmes njohjes, adhurimit dhe veprave të mira, duke e bërë atë një udhërrëfyes të përditshëm. Besimi të jetë pra busulla e jetës tonë, sepse vetëm ai besim që shoqërohet me vepra të mira, ai sjell shpëtim, kënaqësinë e Allahut dhe lumturinë e përtejme për në xhennet inshallah. Prandaj besimi është motori kryesor që e çon njeriu drejt mirësive të kësaj jete dhe të jetës tjetër. Qofshin të gjithë prej besimtarëve të sinqertë, të devotshëm, qofshin të gjithë prej atyre që mbartin në zemra dritën e besimit, inshallah. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.